të marrësh përsipër Kosto të mëdha. Kosto. Nuk është një kosto e madhe, Alba. Mund të jesh në politik, mund dhe të mos jesh në politikën aktive, me thënë drejtën. Mund të jesh në parlament, mund të mos jesh. Nuk ka ndonjë, nuk është sakrificë. Kush e thot për kosto, ktheja mbrapsh. Sepse nuk është ndonjë jetë drejt që të është dhënë me lindje në këtë rast. Jo. Por ama, nëse do të shkëputet kushdo që ka ndërmarrë, që kam dëgjuar shumë prej tyre në studio, vetëm në studio televizive, flasin edhe me një lloj sinqeriteti, me një lloj kanë në drejtë ndoshta, edhe me një lloj zëmrate për shkak të raportit të zhdrejt të kontributit dhe përfitimit, normal. Me të drejtë. Unë absolutisht, secilin nga këta individ në atë pjesë që quhet Parti Demokratike kanë dhënë më shumë kontribute se ca të tjerë të cilët sot gjenden në poste të larta në qoftë parti, po doni në parlament. Dhe kjo është irrituese. Në të voglën e vetë është irrituese. Por, duke u shkëputur nga kjo gjendje e interesit vogël, do duhet parë dhe interesi më i madh, interesi publik. Janë në politik, nuk është se nuk janë në politik, s'ka rëndësi janë në parlament apo jo, nuk bëhet vetëm parlament politike, sidomos në këtë lloj parlamenti, pra janë zëra publik, i është dhënë mundësia për të qenë lojtar publik, e në këtë rast interesi më i madh i vendit kërkon që të çojnë, të bëjnë të vetën, kapitalizojnë dhe të çojnë përpara një agjendë që të jetë totalisht ndryshe nga mënyra e të bërit politik, qasjes politike të këtyre 30 vite që është jo vetëm në PD, por edhe në PS. Ka përshtypjen që do duhet të lexoj, ose të paktën unë e lexoj, që kasta politike, cikli politik, 35 vjeçar, ai që lindi në agim të 90-s, tashmë është në fund. Është në fund, qoftë në trajektoren e politike, pra të raportit me publikun, ka shenja të forta. Ju thash në 9 nëntor, pavarësisht ishin 5 bashki, po jo pak, ishte një shembull shumë i mirë mbi çmimin që shqiptarët i dhanë qoftë Partisë Socialiste, ishte një refuzim masiv, dhe akoma më rënd edhe Partisë Demokratike. E para kjo. Pra ka gjithmonë më tepër një refuzim të shqiptarëve ndaj këtij cikli politik, dhe dyta, trajektoria tjetër, raporti me drejtësinë. Ky cikël politik, kjo kastë politike, PD, PS, siamez, siç janë, tashmë edhe janë në një, e quajmë në një agresion të qartë prej drejtësisë për mëkatet e tyre. Pra janë në fund. E në momentin kur një njeri i arsyeshëm kupton që merret politik, kupton që ky cikël politik është drejt fundit, e nuk lëvizës për të futur apo për të zënë një vend në një zgënjë të ngrohtë diku, on PS, on PD. Përkundrazi. Do duhet të rezonosh me atë se çfarë shqiptarët duan. Duan një panoramë politike të re, duan qasje të reja, jo në moshë. Jemi qartë, jo në moshë, në ide, në pozita. Cilat janë? Raporti me sistemin e zgjedhjeve. Qa zgjedhjes janë këta? Për qa sistemi zgjedhor janë këta? Po shkojmë të një sistemi të ri, kemi një Po komisjon shkojmë as pak në një sistem të ri, po shkojmë në një sistem të mbyllur, akoma më të mbyllur, nëse mund kemi kohë dhe mund të flasim për të. Patjetër, me uljen e numrit deputetëve dhe kë mund të dënoj, kë mund të cënoj. E pra, ky është raporti i parë. Do të kesh një tezë, një qëndrim. E dyta, do të kesh një qëndrim tezë mbi drejtësinë. Çfarë janë këta? Çfarë raporti kanë këta me drejtësinë? Me SPAK-un, me GVK-on? Çfarë raporti kanë këta me sistemin e korruptuar që ka shoqëruar këtë kastë politike 30 e kusur vitesh? Janë këta që të goditen? Janë këta që të dalin në krah drejtësisë? Apo jo? Pra këto janë tezat të cilat janë jo partijake, por janë publike. To do duhen marrë përsipër dhe shenjat janë, e kam thënë në studion tuaj, apo dhe në vendet e tjera që mbase ishin të ndrojtura, po ishin jo pak, po më tepër se sa 10% e shqiptarëve njëmet maj votuan as për njërin, as për tjetrën, pra kërkojnë ndryshim. Pa përfshirë këtu atë pjesë të shqiptarëve që nuk morën pjesë në zgjedhje. Ndaj,
Shqiptarët kërkojnë pikërisht këtë gjë. Mbylljen e një kapitulli të vjetër plot mëkate politike dhe hapjen e një kapitulli të ri, dhe kushdo që do të ketë edhe afatgjatë politik do duhet bëj këtë zgjedhje, themon, me kosto, siç e tha ti më pak parë. Mendon se përqendruar dhe pak tek lëvizjet dhe pastaj për të flasur pak në nivelin makro të opozitës, ka marrë përsipër edhe koston që i vjen më pas Tajani, apo atë që pritet të vi, apo një zë kritik që mund ta ketë ai brenda vetes për këtë lëvizje, se është një ndryshim rrjeshti, nëse do të vazhdojë dhe në daljen e parë analizuam deri diku artikulimin që pati, fjalën që pati. Më vonë, përveç se mund të bëhet më masive gjëja që the, nuk është modeste në shifra, por që mund të bëhet pak më masive, mund të afroj akoma të tjerë që shpesh herë mendohet se ka patur takime private dhe me eksponentë të tjerë të kampit të djathtë, të pakënaqur, të zhgënjur nga kupola drejtuese e Partisë Demokratike dhe gjëja që është tani në fazë embrionale mund të rritet, mund të marrë për masat të tjera. Ka marrë përsipër çdo gjë që mund të dalë përballë zotit Saliani? Po nuk e di. Jo, në një analizë një llogari politike. Personale. E vetmja gjë që mund kuptoj shumë në distancë është që s'kan ç'të humbin. Janë futur në këtë betejë Po s'kan all-in. ç'të humbin. Kam përshtypjen që për një arsye ose tjetër, ato që i thash pagës më parë, po çon si ka zgjedhja e tyre, do kapin sigurisht llogari edhe publikut për zgjedhjet që ka bërë në të shkuar. Megjithatë, deri tani kuptoj, mbase nuk jam plotësisht i drejtë, po kuptoj që e ka nisur këtë lloj proteste, do ta quaj si protestë, si zëmrat. Reagim. Reagim, për shkak se s'kan ç'të humbin. Kanë dhënë, kanë kontribuar, po. Me kosto dhe të mëdha. Për shembull, po them për zoti Ali Mehmeti, doli nga më të votuar, zoti Kalaja po ashtu, e ndoshta edhe ca të tjerë, dhe natyrshëm shohin veten jashtë ligjësisë që ka tek ajo parti. Dhe ligjësia e asaj partie është ligjësia e Sali Berishës është nuk ka rëndësi se sa ti peshon.